Dhjetra besimtarë të krishterë nga qyteti i Fierit dhe zonat përreth u mblodhën ditën e dieshme në manastirin e Fjetjes së Hylinces Marina Apoloni për të kremtuar një prej festave më të rëndësishme të kalendarit ortodoks. Ceremonia fetare është zhvilluar në drejtimin e hyrësisë së tij, mitropolitit të Fierit, Imzot Nikolos, ku besimtarët kanë marrë pjesë në shërbesat kushtuar kësaj dite të shenjtë. Festa e Fjetjes së Hylinces së Tërshenjtë Marie, njohur dhe si Maria, përkujton fjetjen, gjalljen dhe lavdërimin e Nënës së Zotit, Jezu Krisht. Kjo e kremte konsiderohet si Pashka e verës dhe paraprihet nga një periudhë dyjavore përgatitore me kreshme dhe lutje. Atmosfera në manastirin e Apolonis ishte e veçantë, me besimtarët që kanë ndezur qirinj, janë lutur dhe kanë ndjekur shërbesat fetare, duke e kthyer këtë ditë në një moment të rëndësishëm shpirtëror dhe pelegrinazhi për komunitetin ortodoks të zonës. Fjetja e Hylinces Marie kremtohet në të gjithë vendin, ndërsa manastirët dhe kishat që i kushtohen Nënës së Zotit në këtë ditë presin një numër të madh besimtarësh. Manastiri i Fjetjes së Hylinces Marina Apoloni është një nga dëshmitë e rëndësishme të trashëgimisë së krishterë në këtë trev. Kisha daton në shekullin e 13 dhe ndodhet në zemër të parkut arkeologjik të Apolonis, mbi dhe pranë gjurmëve të qytetërimit të lashtë. Apolonia, një nga qytetet më të rëndësishme të antikitetit në territorin shqiptar, sot bashkon në të njëjtën hapësirë historinë e lashtë dhe trashëgiminë e krishterë, duke e bërë manastirin një pikë të rëndësishme jo vetëm për besimtarët, por edhe për vizitorët që duan të njohin historinë dhe kulturën e kësaj dite. Për shumë vjetë, Fjetja e Hylinces është festë shumë e gëzueshme për mbar botën e krishterë ortodokse, quhet ndryshe edhe Pashka e verës. Hylinces na mbush me gëzim dhe me shpresë, se ajo është gjithmonë bashkë me ne në sfidat, në vështirësitë tona, si një nënë e dashur na mbulon me dashurinë dhe përkujdesin e saj. Kështu që në sfidat dhe vështirësitë e dim që nuk jemi vetëm, Nëna e Tërshenjtë na bekon dhe na ruan të gjithë. Gëzuar për shumë vjet, gjithë ata dhe ato që festojnë emrin, Hylinces e Tërshenjtë i bekojë të ruaj. Gëzuar për shumë vjet. Gjatë liturgjisë juve u lutet edhe për qeverinë, edhe për gjithçka në jetën tonë të përditshme. Këtë e bëjmë gjithmonë, nuk është diçka e re që. Nuk është diçka e re, këtë e bëjmë në çdo, këtë e bëjmë në sa herë që bëjmë liturgjinë hynore dhe kjo bëhet në të gjitha kishtat ortodokse. Një lutje e pastër nga zemra për i shërbyer qytetarëve. Kemi nevojë që udhëheqësit tanë, qeveritarët, pushtetarët, Zoti t'i ndriçojë me urtësinë e tij që të bëjnë veprat e duhura për dobi të kombit tonë. Sot është 15 gushti. Është festa e Fjetjes së Hylinces Marie. Kjo është një festë, një kremte shumë e shenjtë për të gjithë të krishterët ortodoks. E presim me gëzim të madh këtë festë dhe e festojmë. Kjo është festuar edhe gjatë gjithë kohës, dem babadem, biles edhe kur ishin të ndaluara në mënyrë të fshehtë, besimtarët e festonin Fjetjen e Hylincet 15 gushtin. Dhe sot besimtarë dhe ortodoks, gjithë fshati dhe gjithë besimtarë gjithandej e festojnë me dëshirën dhe me atë besimin e madh që Nëna e Zotit Krisht është nëna e të gjithë besimtarëve, të gjithë njerëzimit dhe është ende gjallë dhe pranon lutjet tona dhe ndërmjeton te biri i saj Jezu Krisht. I paqëmoratën, Shënmërisë,